Të gjitha rrugët të çojnë në aferet e kryeministrit Rama. Ai vazhdon me punët e tij. Nuk bën pauzë edhe pse tenderat dhe koncesionet korruptive po sjellin kriza, bllokime rrugësh, shembje urash apo zhdukje portesh për të bërë skela jatesh. Ju risjellim në vëmendje projektin që erdhi nga Dubai në Durrës dhe hoqi në momente është bërë gati ndërtimi një shëtitoreje. Projekti përfshin pjesën nga Kovalishenca deri tek porti i Durrësit me gjatësi 2.8 km. Qëllimi me sa duket është të rregullohet pamja e investimit në pallatet që po bën alabar nga Dubai. Projekti i shtrenjtë nuk është gjë tjetër veç se kozmetik mbi investimet e viteve të kaluara që i det boja pa u përuruar akoma. Beton, kangjella dhe një palma ose pishta për foto dhe avullojnë miliarda lek. Ndërkaq, ky tender i përparatë shëtitores së re po lë pas gjurmë korrupsioni. Drejtori i FSHZ, Dritan Agolli, ka firmosur në favor të oligarkut Faik Curri pa i marrë në konsiderat ofertat më të ulta të pjesëmarrësve. Faik Curri është një biznesmen i preferuar nga Rama. Ai ka marrë shumicën e parave që shpërndan kryeministri Rama nëpërmjet Fondit Shqiptar të Zhvillimit për projektet e infrastrukturës turistike. Në këtë kuadër, Agolli e anon peshore nga Curri, edhe ku përballë janë 20 kompani. Tashmë kemi mësuar se për oligarkun shkelet barazia në tendera. Ligjet në Shqipëri janë për më të dobtit. Skualifikimi të gjithë operatorëve konkurrues përveç fituesit. Kusht: fituesi nuk është operatori me ofertën më të ulët. Kështu e klasifikon Open Data Albania tenderin e fundit të Agollit. Bëhet fjalë për prokurimin me objekt të gjerë, investime për infrastrukturën e tregjeve, hapësirave tregtare multifunksionale, rrugë tregtare në zona model zhvillimi. Faza e tretë rajonet 1-2, ndërhyrje për rritjen e ofertës turistike dhe për përmirësimin funksional dhe estetik të Bregdetit, Bashkia Durrës. Kur Faik Curri e futi tenderin në xhep dhe procedura kishte mbaruar, është bërë një denoncim. Mungesë transparence. Dritan Agolli ka refuzuar të tregojë se si dha pikët kompanisë së Currit. Denoncimi është bërë në Komisionin e Prokurimit Publik. Dikush ka ngulur një gorë që ta gjejë spak që dinin si hetimet në autoritetin Portal Durrës. Në mbledhjen e datës 10 shkurt 2026, KPP mori në shërbim denoncimin e kompanisë Lis Construction SPK. Firma akuzon Agollin për manipulimin e pikëve. Kërkojmë transparencë si e drejta jonë si operator ekonomik pjesëmarrës në këtë procedurë prokurimi për të njohur me ofertat ekonomike të gjithë operatorëve të kualifikuar, si dhe për llogaritjen e pikëve përkatëse finale për vlerësimin e ofertës, duke qenë se ndodhemi në rastin që kjo ofertë vlerësohet si oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto. Kjo është një pjesë e denoncimit të bërë në KPP, e cila është bërë publike në formularin e anketës. Ishte një kërkesë që nuk mund të refuzohej. KPP vendosi të pranojë ankesën e operatorit ekonomik Lis Construction SPK. Nga ana tjetër, urdhëroi Agollin të anulojë procedurën e prokurimit. Sipas vendimit, Agolli duhet i tregonte kompanisë informacionin e kërkuar dhe t'i dërgonte një hard copy të DTS-së së re. Sigurisht që Curri nuk mund të rrezikojë si fitues. Kështu me 20 shkurt të vitit 2026, KPP mori vendimin e ri duke hequr masën e petullimit për tenderin e FSHZ. Fondi i limitit caktuar për këtë projekt është 520.9 milion lek pa TVSH. Dhe burimi i financimit është parashikuar në programet buxhetore të qeverisë për periudhën 2025-2027. Data e njoftimit të tenderit sipas dokumenteve ishte me 4 dhjetor 2025, ndërsa procedura është mbajtur me 22 dhjetor 2025, ku janë paraqitur 20 operatorë ekonomik dhe bashkime kompanish. Pas disa ditësh, operatorët janë njoftuar se 18 prej tyre janë skualifikuar. Mbi tryezën e Agollit mbetën vetëm zarfet e 2 kompanive, ku njëra është Curri SPK me pronar oligarkun e ndërtimit Faik Curri. Me 14 janar 2026, Curri është shpallur fitues me ofertën 452.597.010 lek pa TVSH. Por siç del nga dokumentet, kjo nuk ishte oferta më e ulët. Paraqitur operatorët ekonomik Alba Construction SPK, Agricons SPK, Bashkimi i Operatorëve Ekonomik të G SPK dhe 2T SPK, Senka SPK dhe GPG Kompani SPK, Liçeni 7 SPK dhe Ulza SPK, Eurondërtimi 2000 SPK dhe Mames SPK, Vëllezrit Hysa SPK, Rafin Kompani SPK dhe Ndrigjoni SPK, Bami Holding SPK. Po ashtu Lis Construction SPK që ka prezantuar ofertën me vlerë 450 milion lek pa TVSH.
Ndër ofertat më të ulta është ajo e Bashkimit të Operatorëve Ekonomik PVLAQ SHPK dhe BIBA X SHPK me vlerë 339.8 milion lek pa TVSH. Në të njëjtin nivel është edhe UNIQ SHPK me vlerë 427.3 milion lek pa TVSH. Curi ka marrëdhënie të qëndrueshme me rilindjen. Ai merr tendera, kryeministri Rama u bën video 3D. Me 14 qershor 2023, kryeministri Rama e shiste këtë rrugicën në foto për shëtitore në plazhin e Durrësit. Kjo rrugicë, që është vetëm 3 kilometra e gjatë, kishte marrë më parë paratë e Bashkisë Durrës për kanalizime, asfaltim, drejtësim dhe gjelbërim. Ndërsa me 15 korrik 2022 erdhi Faik Curi dhe arkëtoi paratë e tenderit të Dritan Agollit 416.6 milion lekë të reja pa TVSH. Pikërisht këtë gjevajire promovonte Edi Rama. Ky tender përfshinte ndërtimin e shëtitores nga ura e Dajlani deri tek Kavalishenca. Më konkretisht bëhet fjalë për kontratën me objekt transformimi urban hatësira publike kryesore, rajoni 1 dhe 2, ndërtimi i shëtitores së plazhit nga ura e Dajlanit deri në kodinën e Kavalishencës. Dhe tani i njëjti projekt paketohet ndryshe. I vjet një emër më i gjatë dhe i shtohet fondi limit. Sërish i jepet fondi oligarkut të besuar Faik Curi. Curi në të njëjtën kohë merr shumë projekte sepse kjo është metoda e Dritan Agollit. Fondet shpërndahen në pak duar tek firmat e biznesmenëve që shërbejnë si hing për paratë e shtetit. Në këtë periudhë Curit i është dhënë edhe tenderi me objekt investime për transformimin e aseteve publike me potencial zhvillimi në modele të standardit më të lartë të zhvillimit, loti 2, kompleksi Diez Korç. Duke parë vlerën e lartë të tenderit 464.3 milion lek, janë paraqitur menjëherë 17 oferta të ndryshme. Dhe supozohej që Komisioni i Vlerësimit të Ofertave të shqyrtonte me kujdes secilën prej tyre. Me datë 13 dhjetor 2023, FSHZ ka shpallur fituesin pasi i kishte skualifikuar të gjitha kompanitë e tjera. Open Data Albania evidenton se procesi nuk është zhvilluar sipas ligjit. Shihet se Dritan Agolli ka përjashtuar nga gara 16 oferta dhe janë lënë mbi tavolinën e tij vetëm koktelin e operatorëve Gjengo SHPK, Curi SHPK me propozimin 3.5 miliard lek. Dhe pa mbaruar këto punë, Curi është thirrur për një tender tjetër të Fondit Shqiptar të Zhvillimit me objekt ndërhyrje në infrastrukturën turistike të aventurës, Zipline, urat të varura, Via Ferrata, parqe aventore. Vlera e kontratës sipas dokumenteve është 173.4 milion lekë të reja me TVSH. Qëllimi i këtij investimi është realizimi i punimeve të ndërtimit dhe dorëzimi i objekteve të përfunduara me çelësa në dorë. Deri tani asnjë çelës nuk është dorëzuar. Agolli e publikoi hapjen e tenderit me 12 shkurt 2025, ndërsa data e dorëzimit të ofertave ishte me 28 shkurt 2025. Curi SHPK nuk e meritonte ta fitonte këtë tender sepse kishte oferta më të ulta. Në këtë procedurë ishin 5 pjesëmarrës, por e gjitha duket se është formale pasi fituesi është vendosur jashtë komisionit. Projekti përbëhet nga 8 Zipline dhe 2 Via Ferrata të shpërndara në disa bashki. Më konkretisht, do të ndërtohen kavo për të rrëshitur nga një lartësi dhe kavo për alpinizëm në shtigje malore. Në listën e objekteve të dëshirave të Agollit janë ndërtimi i Zipline në kullën 360 gradë në parkun kombëtar të Divjakës, në liçenin e Roshnikut, Berat në kullën panoramike mbi liçenin e qytetit të Belçit, në liçenin e Grekanit, në Belç në liçenin e Funarit, Elbasan në liçenin e Gjelbër, në fshatin Lalës, Durrës, në Margegaj, Bajram Curi në Voskopoj. Po ashtu do të shtrihet Via Ferrata në buronjat e Kuçit, njësia administrative Hor Branisht dhe në kanjonin e Xhipes, bashkia Himar. Curi në këtë histori tenderash duket si prestidigjator që mban në duar tufa parash që zhdukej në çast, ndërsa publiku i habitur pret numrin e radhës.